Është organizuar për herën e dytë në Vlorë Triathlon Vlora, një maraton sportive e ndarë në 3 disiplina, e cila bën bashkë sportistë nga 3 varë shqiptare, por edhe me nënshtetësi të huaj, kryesisht nga rajoni, jo vetëm sport, por një event sportiv i cili është promotori më i miri i turizmit në qytet, duke bërë bashkë sportistë profesionistë dhe amator në 375 metra not, 2.5 km vrap sprint, si dhe 10 km ciklizëm. Eldin Uglari është vendës ministër i zhvillimit rajonal në Kosovë, i cili vjen për të marrë pjesë në këtë aktivitet. Uglari vlerëson aktivitetin, teksa për të Vlora mbetet e magjishme. Thjesht është një rrugtim shumë interesant. Unë si që ceke vi nga bota e sportit, po thjesht një pjesë tjetër se kam edhe tona politikës në Kosovë. Jam zëvendës ministër në detyrë tash në Kosovë i zhvillimit rajonal. Sot kam ardhur me qenë pjesë e kësaj gare madhështore në Vlorë. Kam ardhur për i mbrëm, do me thonë ka qenë koncerte, shumë mirë u shku gjithçka. Sot dita do me thonë ka qenë ditë garuse, vazhdon aktiviteti. Pastaj falenderoj Bashkinë e Vlorës për këtë super organizim, kryetorin e komunës, stafin organizativ. Thjesht jam i fascinu me këtë organizim edhe ko me vazhdu me qenë këto pjesë e kësaj gare, sot jam gjallë. Thjesht kishte garus moshë 80 vjeçare, edhe thjesht sot e mora një farë motivi të garës me vazhdu. Shpresoj që edhe ne ko me mri këtë moshë edhe ko me qenë Vlorë gjithmonë në këtë garë. Triathlon Vlora ka bërë bashkë sportistë të cilët vrapin e kanë pasionin e tyre ndër vite, ndërsa ushtrojnë si profesion një tjetër punë. Genc Kaplani, punojës si policisë kufitare në grupin e kërkim shpëtimit, thosë se aktivitetet të tilla duhet të jenë më të shpeshta. Sipas tij, në këto aktivitete, të rinj duhet të marrin pjesë masivisht, pasi flitet për shëndetin e tyre. Unë jam qytetari i Vlorës, Genci Kaplani. Jam sportist amator për pjesën e vrapit. Sot nuk mora pjesë në garë, por isha në rolin e operatori duke bërë gjitha filmimet, pjesën e notit, pjesën e biçkletës, pjesën e vrapit, shok, miq, ata që i njeh dhe ata që nuk i njeh. Ishte një aktivitet i mrekullueshëm për sa i përket edhe hapjes së sezonit veror, por pjesëmarrja lë për të dëshiruar, sidomos pjesëmarrja e brezit të ri. Është motivim, dje u bë një koncert, në koncert ishin me mira veta. Pse te koncerti vjen dhe tek shëndeti nuk vjen. Duhet të promovohet sa më shumë sporti, të promovohet shëndeti, të organizohet në shkolla, organizimi i shkollave, organizime të tjera. Vlora i ka të gjitha kushtet, i ka të gjitha modelet më të mira që mund të merren me sport, mund të merren me shëndetin, mund të merren urdhosha pasurie që ka Vlora, detin, malin, të gjitha i ke brenda 30 minutave i ke të aksesueshme që të gjitha gjërat. Në vendin e tretë është renditur Bledar Mesi, fituesi i edicionit të parë të Triathlon Vlora. Mesi, duke e përshkruar si të suksesshëm këtë aktivitet, ka një falënderim për Bashkinë e Vlorës për organizimin. Lumturi tepër e madhe sipas Mesit është fakti se dashurinë për sportin e ka trashëguar edhe tek vajza e tij, e cila edhe ajo megjithse është vetëm 11 vjeç, ka përfunduar maratonën e Vlorës. Është kënaqësi, në Vlorë është bukur pjesëmarrja, edicioni i dytë i Vlora Triathlon, është gjithmonë në rritje. I përgëzoj për këtë organizim kaq të bukur, Bashkinë Vlorë. Është një qytet që po bëhet me traditë në pjesën e sportit, në pjesën e disa garave që nuk janë zhvilluar ndonjëherë, siç është pjesa e triatlonit. Unë jam përfaqësues i forcave të armatosura, ku ne gjithmonë marrim pjesë me aktivitete sportive nga më të ndryshmet, ku gjithmonë kam mbështetjen e Ministrisë Mbrojtjes dhe shefit shtabit përgjithshëm. Gjithashtu i falenderoj shumë për mbështetjen, gjithashtu edhe Akademinë e Forcave të Armatosura. Ishte një edicion i bukur ku mbledhen gjithë sportistat elitar që i bëjnë 3 disiplina, not, biçikletë dhe vrapim. Dhe jam shumë i kënaqur, jo vetëm për këtë pjesë, por jam shumë i kënaqur që edhe goca ime sot mbaroi triatlonin në të 3 disiplinat, edhe pse 11 vjeçë domethënë me sukses, pa problem fare domethënë, edhe u gëzova shumë. Jo vetëm për sportistët, por edhe për trajnerët e ekipeve përfaqësuese, pjesëmarrja në të tilla aktivitete mbetet tepër e veçantë, sidomos në Vlorë. Ata tregojnë se Vlora nga viti në vit po ndryshon,
teksa sporti në këtë qytet po merr jetë gjithmonë dhe më shumë. Jo, kam qenë me ekip, e kom dhënë ekipin, jam trajneri i ekipit, jam nga Kosova. Ka qenë një ndjenjë shumë e mirë, një temperaturë koha ka qenë shumë e mirë, gjithçka ka në rregull. Është fillimi i sezonit të hapjes së garave në triatlon, kështu që jemi shumë të kënaqur me Vlora. Unë ka qysh pej 2002-s që vi në Vlorë, ka përparuar shumë Vlora, domethënë ka jetë shumë përpara. Urojmë që mos të ndalet ky vroll i zhvillimeve dhe të jetë sa më shumë. Është, muj me thënë se qytet evropian, është ka i merë për masat e qytet evropian, më marrë lakmi edhe qyteteve evropiane, domethënë nga zhvillimi nga infrastrukturat që po zhvillohet këto. Urojmë të vetëm të jetë përpara. Për shkak të aktivitetit, duke filluar nga ora 8:30 minuta e mëngjesit të kësaj të diele deri në orën 10:30, segmenti rrugor i Lungomares ka qenë totalisht i bllokuar, teksa qarkullimi është vendosur në rrugën Pelivale Skaj, si dhe në atë të Unazës së Madhe të qytetit.